Mirëditë të gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë dalje të radhës mediatike nga grumbullimi i kombëtarës. Ne jemi si zakonisht gjatë këtyre ditëve këtu në shtëpinë e futbollit. Sot me dy nga futbollistët e kombëtarës, Taulan Seferi dhe Mario Mita, të cilët do të përgjigjen pyetjeve tuaja në lidhje me dy ndeshjet kualifikuese të Europianit 2024 ndaj Moldavisë dhe Ishujt Faroe. Do ta nisim fillimisht me pyetje për Seferi dhe më pas të kalojmë te Mario Mita. Po Sabina? Përshëndetje, Sabina Mete, RTS Sport. Seferi vini nga një sezon plot gole. Në fakt, çfarë pritshmërish keni mbi veten dhe përgjegjësitë që mund të merrni mbi kombëtaren? Po, normalisht sezona jeme ka shku shumë mirë dhe jam shumë i kënaqur edhe kështu që jam 100% i përgatitur edhe jam shumë i lumtur që jam prapë këtu. Edhe besoj se secili lojtar që vjen këtu ka atë dëshirën dhe vullnetin me japë 100% edhe besoj se jam gati për këto dy ndeshje, po të shohim se çfarë po ndodh. Ne zakonisht në fakt vuajmë për kundërshtar që duhet i mundim, se ke konceptuar ti çfarë duhet bëjmë ne që të imponojmë Moldavisë. Siç e dim ditë sotit nuk janë emrat apo ato që e bojnë, çdo kundërshtar është i vështirë edhe kështu që duhet me qenë padyshim 100% përqendruar në çdo ndeshje se po nuk e patëm përqendrimin, do kemi probleme. Edhe kështu që fokusi jona është edhe puna jona është që ta bëjmë maksimalisht në çdo stërvitje edhe ndeshjen. Albana Beko, Super Sport. Seferi, keni pasur më shumë kohë këtë herë që të njiheni me trajnerin Silvinio, sepse ndeshja e parë me Polonin ishte disi, le të themi, më reduktuar në aspektin kohor. Si duket skuadra në adaptimin me idetë e reja të trajnerit dhe po ashtu edhe, le të themi, sinergjia mes lojtarëve në ekip? Po, me një intervistë që kam thonë në grumbullimin e parë, kam thonë se trajneri i ri na ka sjell një harmoni shumë mirë, një pozitivitet shumë të mirë dhe po e shoh një harmoni shumë pozitive në ekip, gjithë çunat jemi së bashku, jemi po e dalloj se jemi shumë të lumtur tani edhe siç e thënë ti më herët se ndeshjen me Moldavinë kemi pas shumë kohë me punu, po keni pa vetë kemi bë një ndeshje shumë mirë. Pa marrë parasysh rezultatin sepse ishte i keq për ne, po ndeshja ishte pozitive besoj. Edhe kështu që këto ditë jemi të punu shumë mirë, jemi grumbulluar gjithë lojtarët që na ka trajneri dhe jemi një grup shumë i mirë dhe shumë pozitiv. Ndërkohë, Moldavia është një kundërshtar që mund të themi që mund të hasim vështirësi sepse është ai lloj ekipi që tregon shumë i kujdesshëm edhe nuk paralë shumë hapësira. Ndërkohë që ne nuk është se jemi edhe një skuadër shumë fantaziste, mendon që është më e vështirë për ekipin tonë që të luajë përballë një skuadre si Moldavia? Po, unë e thash edhe më herët se çdo kundërshtar është shumë i vështirë, por ne fokusohemi te puna jonë dhe te puna e trajnerit, te ajo se çfarë dëshiron trajneri prej neve, ne padyshim se çdo ditë analizojmë kundërshtarin edhe kështu që besoj që në ditën e ndeshjes do jemi maksimalisht dhe do e dim se çfarë do bëjmë fush se çfarë po na lyp trajneri dhe jemi të punu gjithë javës edhe kështu që besoj që me maksimumin ton mund t'ja dalim. Për ne, për tifozët, ndoshta edhe për trajnerin, kemi fatin që në këtë grumbullim fatmirësisht sulmuesit vinë me shumë gola. Ju, Uzuni, Cikaleshi, Sadiku me një formë të mirë, ka bërë mirë edhe Muçi. Ju personalisht në repartin avancuar, si e shihni rivalitetin me njëri tjetrin dhe do thosha edhe kombinimin me njëri tjetrin. Pra, a e vini re që reparti avancuar vjen ndoshta më në formë se kur në herët e fundit? Po, unë padyshim e thash se nuk e thash vetëm se kur jemi aty ke hoteli është gjithçka pozitive, edhe në stërvitje shoh pozitive, harmoninë e grupit, harmoninë bashkëpunimin mes lojtarëve, edhe sa i përket avancimit aty vendos trajneri se kush do luajë, ai ka idetë veta se me kë do filloj, me kë nuk do filloj, kështu që neve na ngelet vetëm me treguar fush gjatë javës edhe pastaj do presim se kush do luajë dhe kush jo. Pas një sezonit gjatë, sa e vështirë është jesh i angazhuar dhe tani në qershor me kombëtarin, pra si është forma në përgjithësi e skuadrës e lojtarëve? Po normalisht, siç e dim tani është fundi sezonit edhe por kur është puna te kombëtarja, atëherë duhet më kanë patjetër se janë dy ndeshje shumë të rëndësishme për neve, dhe kështu që nuk duhet mendojmë se është fundi i kampionatit dhe duhet me qenë normalisht duhet me ruajt energjitë tona për këto ndeshje, duhet me pas kujdes, po padyshim se duhet me dhënë maksimumin.
Ernest, Koçi, Report TV. Duke qenë se kemi shpallur objektivin për të shkuar në Europian, janë 2 ndeshje që ndoshta në letër duhet fitohen. Nëse nuk marrim 6 pikët, a mund konsiderohet ndoshta një dështim? Shife, ne jemi të fokusuar të ndeshja e parë me Moldavin, edhe padyshim se, siç e them, cili jonë është që këtë ndeshjen e parë ta kalojmë me 3 pikë me fitore, padyshim. Edhe pastaj do shohim edhe ndeshjen me Ishut Faraoe, po natyrisht ne kemi ardhur këtu për të marrë maksimumin në këtyre ndeshjeve dhe pastaj besoj që inshallah do flasim me pozitivitet bazë 2 ndeshjeve edhe me 6 pikë, pse jo. Te Kristi? Ama Sport. Seferi, si për rastësi, jeni 2 lojtarë në konferencë që luajnë në kampionate, shtetet e cilave janë në luftë. Nuk e di si e ke ndjerë situatë dhe atë kanë ngasmuar disi mitaj të pjesë? Jo, për këtë temë, për thëmë drejtë nuk po flasë shumë, sepse është një diçka që s'duhet ndodhë dhe është shumë keq. Aty Ukraina po e ndjenë ma shumë, se është aty duke u bo lufta, kështu që nuk kam folë shumë me mitaj për këtë gjë, sepse ne kemi ardhur te kombëtare, edhe kështu që nuk po më intereson shumë kjo tema e luftës, edhe sepse është diçka e keqe, unë jam aty dhe kam pa shumë gjana dhe e di se çfarë trishtimi kanë njerëzit aty dhe shpresoj që sa më shpejt ndaloj, sepse nuk është diçka e mirë. Tavlan, të luajmë për të parë me trajnerin e ri në këto edicion të eliminatoreve në Shqipëri, në stadiumin ton, sigurisht që kam përshtypjen që do t'i duhet më shumë se kur dhe mbështetja e tifozëve në këtë ndeshje. Po, padyshim se ato janë shtyse e madhe e jona tifozëve dhe i bëj thirrje gjithëve që të vinë sa më shumë, sepse me ato ne jemi shumë më të fortë dhe jemi shumë më të motivuar dhe shpresoj që në stadium të shohim sa më numër më të madh tifozët tanë, sepse kemi nevojë për ato, padyshim. Edhe një Kristi, pastaj Bledi. Seferi, si Moldavia dhe Ishut Faraoe parashikojnë që të rinë të trequra mbrapa në mbrojtje, mos do të thotë që bie pesha më shumë te sulmuesit për të zgjidhur ndeshjen? Po padyshim, ne sulmuesit jemi për me zgjidhur ndeshjen, sepse ne duhet me shënu golla, kështu që pesha është e gjithë ekipi, padyshim. Por siç e dim, pa shënu goll nuk fiton ndeshjen, edhe kështu që ne duhet me shënu golla, edhe kështu që shpresoj që të shënojmë, pse jo. Për të fituar ndeshjen. Po. Bleder Kuka nga ABC Newsi. Nuk do të prek çështjen pra që njëri vjen nga Rusia, nga Ukraina, po faktin që ju keni kaluar një sezon shumë të veçantë, jo normal për një futbollist, pra një kampionat i cili zhvillohet në kushte lufte, pavarësisht se vjeni po themi larg zonës ku luftohet. Sa ka ndikuar tek ju kjo situatë në këtë sezon që ju nuk e keni përjetuar më parë, kjo është e qartë, dhe sa ju ka bërë të fortë, sepse futbolli gjithsesi nuk është kaq i rëndësishëm sa jeta e njerëzve. Pra mendoni që jeni më i fortë? Shumë e vërtet, po. Unë që kam nënshtruar në Vosta u bën në momentin e fundit. Për arsye se e pash që e bona maksimumin në Shqipëri edhe doja vetëm me lëviz, edhe kështu që ka qenë shumë e vështirë, po, shumë e vështirë, sidomos më shumë për familjen time, sepse unë kam qenë aty dhe nuk kam pa shumë probleme të mëdha, sepse në atë zonën ku jemi ne është si ta them, më e qetë, edhe kështu që, por siç e thënë ti vetë, nuk është kampion normal sepse është lufta, edhe për shembull ka ndodhur ca raste që ndeshja ndërprehet në minutën e 50 apo 70 për shkak rrezikut që është paralajmëruar domethënë nga alarmi që ndodhet, edhe kështu që por shqyr Zotit mbarova sezonin edhe tani ta shohim se çfarë do ndodh. Ka më pyetje për Seferin? Kalojmë te Mitaj, fillimisht Albana pastaj. Mitaj, në këto 2 ndeshje kufitoret mund të themi që janë domosdoshmëri. Sa presion ndini ju lojtarët e rinj, jo vetëm të rinë në grumbullimet me kombëtaren, po ashtu ndoshta edhe për nga eksperienca në raport me legionarët, le të themi. Përshëndetje gjithëve. Kjo është me fillim është i krenari për mua që të jem bashkë me kombëtaren. Kjo thirrje e Silvinios, profesor Silvinios. Këtë presion që i thuti, normalisht që për herë të parë kam ndje, po kam gjithë lojtarët të ekipit dhe trajnerët që më ndihmojnë për çdo ditë, që më ndihmojnë edhe taktikisht edhe më gjithë ekipin që ti ky presioni dhe